Rruga Qaf-Buall-Klos, që është ende pjesë e rrugës nacionale Skuraj-Peshkopi, vijon të ndotet për shkak të rënjes së trafikut të automjeteve për arsye të hapjes së rrugës së Arbrit, aksi vjetër përdoret për depozitimin e mbeturinave nga më të ndryshmet. Situata është kryer shqetësuese pasi përgjatë gjithë kësaj rruge, por shkarkohen edhe inertët të dala nga ndërtime apo rikonstruksione të ndryshme. Që nga qafa e Buallit e deri në afërsitë të urës së fshat, ka grumbull mbetjesh inerte që janë hedhur së fundmi. Banorët që jetojnë në fshatrat përgjatë kësaj rruge kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të institucioneve, qoftë në pastrimin e mbeturinave të hedhura gjatë rrugës e qoftë në parandalimin e këtij fenomeni. Ata kërkojnë që institucionet të ndëshkojnë çdo që ndodh mjedisin në këtë mënyrë. Po ashtu, sipas banorëve, kjo ndotje është një imazh i keq për vendin tonë për turistët që e vizitojnë. Mira nuk është me hes. Është rrugë nacionale, ka 50 sa vjet, mira ta pasësh. Do të ambientit, vërim aksidenti. Mira të ketë mirëmajs, mos të thithë që është rrugë nacionale. Do të mëjnë mosa, shumë figurë keqe për të thënë drejtën, për turistat. Është rrugë të mos, është rrugë nacionale, rrugë e vjetër, do të ndëshkohen. Po është rrugë nacionale. Në të gjithë aksin ka hedhje mbeturinash, ndërsa më e ndotur zona mbetet në Qaf-Tushk, pranë pishave, ku automjetet i shmangen syrit të kalimtarëve dhe shkarkojnë mbeturinat aty.